Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski theksoi se në rrjedhë është marrja në pyetje e të gjithë dëshmitarëve, të cilët kanë informacione lidhur me tragjedinë e 16 marsit në Koçan, ndërsa pasi të përfundojnë hetimet, pret që gjykatësit të shqiptojnë dënimet e duhura. Për momentin, hetimet ende nuk kanë përfunduar, ndërsa pret që prokuroria publike të njoftojë opinionin për të gjitha hapat që do të ndërmerren në të ardhmen. Në kornizat të hetimit po ndërmerren masa sipas udhëzimeve të prokurorisë publike, siç jam i informuar, nga prokuroria po dëgjohen një numër i caktuar i dëshmitarëve që lidhen me ngjarjen penale dhe nuk kam çfarë të shtoj. Për momentin hetimi ende vazhdon, po mblidhen dëshmi, po veprohet sipas udhëzimeve të prokurorisë publike dhe sapo të ketë momente të reja, prokuroria publike do të njoftojë opinionin për të gjitha hapat që do të ndërmerren në të ardhmen, tha Toshkovski. Ministri i Brendshëm u pyet edhe për hetimet për automjetet e djegura në të gjithë vendin, të cilave ju përgjigj se në periudhën e kaluar ka pasur disa automjete të djegura. Në disa raste hetimi është mbyllur dhe janë ngritur akuza, në disa raste po mblidhen prova dhe po ndërmerren veprime në Ministrinë e Brendshme në bashkëpunim me prokurorinë publike. Për çdo rast për të cilin është mbyllur një hetim, janë siguruar prova. Ato janë përpunuar dhe shpresoj që gjykata do të veprojë sa më shpejt të jetë mundur dhe do të dënohen të gjithë ata që kanë kryer një krim të tillë, deklaroi Toshkovski.